Përveç zbulimit të talentëve dhe prezantimit kaq të këndshëm e kaq të bukur, kaq profesionist të fëmijëve në skenë, besoj krijohet edhe një rreth apo një shoqëri mes tyre sa janë pjesë e festivalit. Po, veç ne kemi raste, për shembull, Bilbila të Kurabit, shembull, kur u mbajt në 2015-ën ose 2016-ën, një fëmijë që ka këndu nga Dibra, sot është shoqe tepër e afërt, të them, me dhe një fëmijë tjetër nga Tirana, ose nga Gjilani, ose nga Ferizaj. Do me thanë, rjetimi i fëmijëve funksionon. Do me thanë, jo që ekziston, por funksionon në jetën e çdo diçme. Ishte pak qeshëshim ne më në moshë, që ishim atë ditë, shifshim se fëmijët dun njoni me tjetri të dalin në foto, do me thanë jo ato Dibranët me njohë, ato nga Shqipëria ose... Po, shofim se rjetohen, edhe ajo është suksesi i festivalit. Një prej sendet që duhet të na gëzon se nuk ka kufi. Ka kufi, njerëzit dun të bashkëpunojnë, dun të kënaqen, edhe prej atë ditë preqin ku jemi basodi, në cili festival të takohemi. Dhe me thënë, kjo është. Por që rasti sot në mundësuat që ato fëmijë, ndërmjet ekrani, të shifen vetë vetën.